Regjisori I filmit Suicide Squad I ka ngritur supet karshi kritikave negative që ka marrë filmi I tij, duke thënë se atë e ka bërë për adhuruesit. I want to assemble a task force of the most dangerous people on the planet. They're bad guys. Well, you're not supposed to pick favorites amongst your kids, right? Mua më pëlqen filmi dhe kam besim në të, ka shkruar në Twitter David Ayer, duke quajtur filmin si përvojën e tij më të mirë. I haven't really seen a character like her before, and yet at the same time... Disa kritike kanë vlerësuar me notat më negative filmin, duke e quajtur edhe një film mediokër. Sipas The Guardian, filmi ku luajnë mes tjerash edhe Will Smith dhe Margot Robbie sjell një rrebesh me marrëzira. Suicide Squad bëri bashk një ekip hyesh dhe pastaj nuk dinin se çfarë të bënin me ta, ka thënë Todd McCarthy nga The Hollywood Reporter. Kurse Rosie Fletcher nga Digital Spy ka thënë se filmi ishte I mërzitshëm dhe jo zbavitës, I mbushur me luftime të buta dhe në përgjithësi nuk është një film I mirë. Filmi ku modelja Cara Delevingne luan rolin e një arkeologe të pushtuar nga një shpirt I ligë, filloi të shfaqet nëpër kinemat botërore të premten e kaluar. The Witch one, for sure. 100%. Materialet më interesante dhe gjitha këto do të keni mundësi të shihni prapë në Facebook në faqen tonë emisioni sot Aviz Koha Vizion. Tani është koha të informojmë pak për bisedat se çfarë do të shtjellojmë prej temave në studio. Në këndin matine sot do të bisedojmë për një iniciativë e cila ka për qëllim të ndihmojë nënat vetë ushqyese, ato në komunën e Lipjanit janë liruar nga pagesa e qerdheve. Por si erdhi ky vendim, si dhe për iniciativa të tjera në nivel të Kosovës, do të keni mundësi të kuptoni mëgjërësisht në këndin matine, ku mund të kyçini edhe ju përmes telefonave tonë për të bërë edhe pyetje të ndryshme për të ftuarit që do I kemi në studio. Sot do kemi edhe rubrikën Siguria në rrugë, dhe tema që do diskutojmë sot është çështja e taksistëve në Prishtinë, ata ilegal, të cilët edhe po rrezikojnë shumë komunikacionin, duke vozitur në shpejtësi shumë të madhe, por jo vetëm këtë, edhe shumë çështje të tjera do të keni mundësi të kuptoni në rubrikën Siguria në rrugë. Po lëmë anash tani pak biseda të cilat do të keni mundësi të ndiqni deri në orën 10. Është koha të shohim grafikën e motit, ku sot jemi zgjuar në një mot të kthjellët dhe shumë të bukur. Temperatura më e lartë që do të arrijë sot është 29 gradë Celsius, por si do të jetë më sakta e shohim grafikën tonë e cila përkrahet nga hip. Moti në KTV sponsorizohet nga hip. Unë nuk e di se çfarë do të sjellë e ardhmja. Unë nuk e di se me kë do të ndash jetën në të ardhmen. Unë nuk e di nga do të drejtoj rruga e së ardhmes. Por një gjë e di me siguri, që unë dua vetëm më të mirën për ty. Qumshti për fëmijë Hip Kombiotik, me vitamin D, për eshtra të fortë, gjenerata e re e ushqimit me qumësht. Për këtë qëndroj me emrin tim.
Kush bën kërcime të mëdha ka nevojë për një përforcim të vogël. Fruta dhe argëtim nga HIP. Fruta të përzedhur, natyrisht pa sheqer shtesë. Dhe e tëra kjo në kualitetin më të mirë organik. Pas kësaj qëndron emri HIP. Për këtë qëndroj me emrin tim. Moti në KTV sponsorizohet nga HIP. Dhe erdhi koha kështu për mendimet e qytetarëve dhe në rubrikën Hajt Pak, dhe si çdo herë ata shprehin shqetësime të nga më të ndryshme. Çështja e demarkacionit është ajo që i shqetëson dhe që është aktuale dhe një çështje e pasgjithshme në këto momente, dhe do kemi mendimet e qytetarëve në rubrikën Hajt Pak jo vetëm për këtë problem, por edhe shumë probleme të tjera që po ja takojnë ata çdo ditë në vendin tonë dhe nuk janë të pakta ato se çfarë shprehin ata. Shohim bllokun e parë për ditën e sotme. S'është për president, po tash e ka një minua që kemi ba. Clintoni është presidenti i vërtet. Unë jam banori Amerikës për Hillary Clinton dhe për Clinton gjithse i vetëm njështë që nga ka shpëtu neve. Unë jam deratar 1 milion shqiptar që nga ka përzon Miloševići për këtuj. Në Amerikë më shku në 1999. Projektujt në ka marrë 30.000 vjetëve, 12 ditë natë në kom përjetu shtu. Në Prishtinë kom qenë dhe im dole nej. Amerika është shtet cili i provon krejt seret, shtet i Hollywoodit. A se meriton me hyp aty brenda, si person. Hillary Clinton, se është më e mirë dhe më e drejtë. Për Hillary Clinton, me gjithë zemër, pse që ashtu ne ka një mu borri vetë shumë, për qëtë punë. Po Hillary Clinton unë jam. Po prapë, këtë Donald Trump im duket pak njerë ekstrem. Kështu që kjo është më arsyeshme e besoj që kisha votu për te. Dhe shikues të dashur, është koha tani për materialin e radhës, me që pam edhe rubrikën Hajt Pak, i cili fliste për Hillary Clinton. Këtë e dojnë më së shumë të qytetarët tonë. Dhe në vazhdimsi do të keni mundësi të shihni edhe shumë detaje të tjera që shpalosin edhe qytetarët tonë. Materiali i parë që vije për ditën e sotme është rubrika Nëpër kohë, të cilën na sjell Era Murati, rëndësia e lëvizjes së pajtimit të gjaqeve në bashkimin e popullit të Kosovës në periudhën më të vështirë në fund të shekullit të kaluar është e madhe, madje dhe vlerësohet si kryesorja e asaj periude. Kjo lëvizje e cilësuar nga veprimtari i shuar Anton Qeta edhe shumë bashkëpunëtorë të tij kanë filluar në një kull në Raushec shtëpeje, se si është gjendja e kësaj kulle tani, dhe shumë histori rreth saj e mësojmë përmes materialit që do na sjell Era, dhe që është një detaj shumë i rëndësishëm, dhe të keni mundësi të kuptoni edhe rreth pajtimit të gjaqeve se si janë zhvilluar në atë kohë.